Përshëndetje, mirë se keni ardhur, po m'duket se muj me fillu, kalun 7-8 minuta prej kohës të rregullt. Nështë ndërkohë në bashkangjitet edhe prorektoria Alban, do është edhe është njëra prej pikave, është edhe aja subjekti votimit, po s'ka nevojë mësë marrë krejt mbledhje, nështë vjen, po s'ka nevojë askush mësë marrë krejt mbledhjen, kur vetëm një pik mrena mbledhjes është që nuk duhet me qenë personin fjallë këtu. E kësha lutë administratën me konstatua kemi korum, po m'duket se po. Shumë mirë. E keni marrë rendin e ditës, e dim se edhe se pas gjitha gjasam ne duhet me majtë edhe një mbledhje në mujtë mars, nuk arrimi përfundu gjitha landë me qëtë mbledhjet mujtë mars, mbledhja radhës dhe tjetë të mërkurën e fundit, që se s'ga bëjë 25 marsi, e keni marrë rendin e ditës, para se me ju pyet ju se a keni me shtu diçka në rend ditës, më duhet të në vetë mi bo 2, mas parim pikën 8, më shtonë që duhet me precizu, me riformulu sekretare e ki formulimin se si duhet me ndryshu pikën 8. Njoftimi propozimit për tire publike për mësëmën dhe asistent të angazhuar atë si pas kërkesës të sja akademike për vitin akademik 2025 të zraqë. Do me thonë, njoftimi propozimit për tire publike. Njoftimi propozimit s'po di gjusisht a mu s'po më t'inglën mirë, unë e kom konsultu vërtet edhe fjallorin fjalla shqyrtim i ngërthen gjitha, e shqyrtën. Mund tjetë vetëm njoftim, vetëm diskutim, po e lenderën hap edhe me marrë vendim. Po na mujna me bu vend shqyrtim, njoftim, kryesorja është që na duhet mi shpallën thirrjet për aplikime për bashkëpunëtorët e jashtëm. A jem rregull për to? Unë kam edhe një propozim që është një rast që me thonë drejtën nuk ka metë disi ende pa e trajtu, e unë besej që na duhet me ritrajtu, këtu ku i kemi këtu avansimet e brendshme të njësit akademike, unë e plëcej ndryshej renin e ditës të ështu edhe fakultetin e edukimit, e kemi rastin cili njëherë nuk i ka marrë votat, edhe diskutojmë rastin e pre fakultetit e edukimit për profesoreshën Berisha Sidio, Fatlume Lumnije, kush është se duhet me vendos, gjithë juristë më kanë thonë situata që shumet pat, unë s'këm drejt as me në shkru kontratë, edhe para se me në qofë se sët nuk vendoset, mu më duhet me një herë sët, mi thonë zyres financat, largën e për listës pagave. Se pa kontratë së nërë pagë, e kështu që për trajtojmë na këtë rast duhet me vendos, se është hudhë një herë, si ka morë votat, duhet me posi me bu. A ka dikush pika shtes për renin e ditës, senatori Hajrullahu e përmeni një pikë shtes, urna? Herë kemi diskutu për të kriju komisionin për hartimin e rregulluarës së secit. Është nevojë edhe auditorët e kanë thënë apo që duhet të norma e kemi rregulluarës së secit për secit ka sumë duhet të reja dhe duhet me përgjithësu. E kësha lutë administratën me shënu që pika 11 shtohet krijimi e komisionit për rregullorën, për hartimin e rregullorës për SEMS. Edhe emrat për ndoket të keni përgadit se kush me qenë bashkë me këta të fushës me prorektorin Avne, ju e dini që ka disa javë ditë që është nënshkruar rregullorja kjo kontrata me SEMS, edhe ju kësha lutën bënë soma kërkus që mund se gjitha procedurat me i kalu në SEMS, në kuptimin e formularve që tynet sa ma shumë se ti kalujmë SEMS, aq ma let do të kenë edhe njësit akademike edhe ne konë në rektorat, e shfrytëzoj rastin mi falenderu publikisht gjitha komisionet vlerësuese për këto konkurset e hapura që vërtet ka bo një punë të madhe edhe shumë voluminoze, po shpresoj që në konkursin e radhës, po shpresoj që do t'jeti mjekësisht, që do t'arrim qatë nivel so që vetë aplikant me hi edhe me shënu dhonat e me shkarku komisionet. Është e pamundshme
faktikisht kanë met me ditë tëra të punu në SEMS. Pra pika 11 bëhet lidhur me rregulloren për SEMS. A ka dikush tjetër diçka? Po shkojmë rend që shtu në qovë. Po, kolegë. Rektor dhe shumë mas por në uqit nëse për mleje në ashme, nëse të mundësia që parlamenti së dëndorë para se me u dërgura në ditës me posë mundësimi i fut pika për diskutim para prakesht. E para e dyta deshtë me propozu, mas është regulloja për SEMS, me diskutu dhe mundësin e formimit të një opcionit të ri në SEMS që është transkripta online. Çka është transkripta online? Me posë mundësi studenti me nëzirë transkriptën për mes SEMS-i. Po shumë. Pasi nuk ekziston kjo mundësi tash për tash. A ka nevoj me kalu kjo në për senat, hajrullah, a është e mundshme kjo më bu, është çështje teknike, po më duket, kështu që, po, Me të regu drejt rektorëve, përvojnë që kena posë edhe ma herët, nuk ka qenë bash teknike, se kena posë këtë kërkesë edhe në të kalumen, po s'kena vri me realizu, tash në sikimin e regulorën, në zëvës është teknike, kështa përvojnë që me njerë me shqyrtu edhe me exitu. që na tregoni dekani sa ke din, mu po më duket është që ju duhet me bo në s'ka nevoj me vendosë senat, po qofë se ka në jëmë shumë për. Ekipa që të përmën regulore, regulore në gjitha kërkesat, bazuar në para prakën, ka posë të regulore të SEMS të prakisht, po regulore të shumë mirë që ka dhe evoluimin ndryshimi, po rektori ata që ka dhe shumë nevoja për kërkesa preja, në në kristalizu çdo shërbim. Në me lanë asnjë akter dhe aktivitet. Nuk të ty ne, transkripta që lidhët me punën e kërkesës nga studenti kjo, ekziston në SEMS, është e vome do të ka vite, e ka raftos e vetëm shërbimi i administratës dhe shërbimi për student. Nëse nuk ka indikime financiare më dhonë ai dokument, i kryot qasja shumë letë në sistem që me morë edhe studentët, po vetëm me pas arsyen për çka po mire, me met një evidencë edhe sa herë drejt ka me morë ratë. Të regulojnë sistem, në basë të reguloreve statutit, Une, madje në qofë se është... Sistemi ka transkriptin, nuk e mbushin. Regullohet të shumë mirë edhe gjithë zyrtarë që punojnë. Nuk mbushet transkriptin ma në formën, në mënyrën klasike në orë. Transkripta gjenerohet prej notave që japin muslimanës, dhe ajo në mënyrë do të si akumulim, ajo bëhet një PDF raport, i cili ekziston për çdo student aktualisht në zë. Krejt çka duhet, kërkesa është të me pas mundësia transkript, me pas një qasje që... Me bo vetë studente, jo me shku të referenti. Që ka zyrtarë, mund e më bëhë këtë. Që nuk është problem. Shumë mirë. Me shqyqojnë, pastaj juridikisht, dhe sa kemi drejt. Një problem që është përmend dhe është paraqit, është puna e pagesës, po shtitim është diskutojmë detajet. Po këtë tash, Kështu, në qofë se është e mundur ende pa u miratu regulloria për SEMS, atëherë le të bëhet kjo me njëherë. Aja mundet me shku ndoshta në atë formë se studenti bën kërkesën, zyrtari i IT-sve që aprovon edhe e merr studenti vetë, diçka sikur në Kosovë. Po ftesa apeli publik është që të gjitha proceset, me transkripta, me nota, me raportimet majtje mësimit, me që të gjitha, edhe që kjo plani kena me bartë në formë digitale, mu largu ma prej letrav, mu largu prej ngarkesës të administratorve apo pavullnetit tyre për me trajtu një landë, edhe kështu që me pagesa me gjitha që kjo është, që ose është e mushme paras, se me qenë regulloria mirë, që ose jo, atëhere veç aktivizone. Vetëm e shqyqoni juridikisht, një të regu zyrës IT-s, a me edhon qasë që që nëzirën zyra për shërbës të me nëzirë direkt student. Po nësë përshas një problem, që ose më teke 365 se në ditët e nëzirë certifikatin e linjes. U vujtose dhe më në shkrupi diku, Po, masi që të nëzirë. në regull, e trajtojmë. Ndërso soj përket, Një vulleve, kësoj që ju me pos mundësi me fut pika në ranin e ditës, jeni tëftuar, mëse pritni 2 ditë, 3 para se mojtë mbledhja, vazhdimisht i dërgoni propozimet, kur t'i dërgoni propozimet ju dhe gjithë tjerë, ju lutem i bëni në kopje edhe që të gjithë prorektorët. Edhe ne kemi një kohë pa të vendosë me pas qasje në draft ranin e ditës edhe dekant, për nuk funksionaj, kemë ma shumë se 1 vjetë edhe veç unë nga trojshin kështu, edhe ju student, edhe dekant, edhe gjithë, ju lutem, mësë më bëni kopje vetë mu, po e dërgënit të gjithë prorektorët, edhe ne i vendosim ato propozimin në rand ditës. Pro, Kemi një pikë të rand po, ditës. qka është? Shqyrtimi dhe miratimi i raportit të Këshillit Botus.
Për redaktor profesional, kjo është raport teknik, besoj që materialin Pika numër 12 e rani ditës është për këshillin botues. Tjetër. Profesorish. Akreditimit, prandaj nuk e dita se një mundësi që ta ndryshojnë që bashkangjitim edhe ne pak më vonë sa për të marrë vlerësimin për Kjo, faleminderit shumë që ngritet që faktikisht në pikën 3 kemi shqyrtime dhe miratimi rregullore së përgjithshme për studimet e doktoratës. Unë nuk e pash se e kem gati së draft rregulloren për miratim. Pika 3 shtyhet edhe bashkë me pikën 3 edhe pika 4 për fundin e marsit, që duhet me miratu rregulloren, e rregulloria për studimet e doktoratës është për shtatë, është harmonizu me politikat e reja të agjencionit akreditimit, edhe masit e kemi miratu rregulloren, atëherë i shpallim, po ju lutem gjithë dekanëve që keni edhe senatore në përnjësit akademike që keni programet doktoratës, dërgëni materialit sa më parë edhe bënu gati edhe për me shpall konkursin, se si pas orarit përgjithshëm, na e dim që konkursi për studimet e doktoratës, si kur vjet edhe si vjet edhe për më të shpallet në javën e partë mujt prill. Edhe jem rregull, për me njoftu administratën pika 3 shtyhet bashkë me pikën 4. Edhe faktikisht renditja jetë prape njëjtë nëse na largohen 2 pika, po dekan. Po. Po, e qka është kërkesa lidhur me pikën 6? Qka jetë të thonë, se unë mës me bu komision për këtë rast ase? Kjo pika 6 për me propozu komision të resurs, kjo ka qenë për konkurs intern. E qka ka... Si pas njënit regulorës për komision të resurs për konkurs publik. Okej, në regull, të në qofë se besën dikujna që i ka bu senatit diçka të pa drejt, është Komisioni për ankese para shtresa. Në 2, unë që djenë kolegjum dekanëve keni marë kërkesën njerës të fushës, ju dhe dekani sak, prej prorektorit për mësim, për mi propozu emrat. Ne kemi 2 mendime kontradiktore lidhur me avansimin e një profesorit në FSHM-n. Kur ki mendimet ndryshme, atëhere është në rregullore, në statut, është e drejt që rektori propozon senatit krijimin e një komisionit të tretë, i cili e bën një vlerësim, e ky vlerësim kur vjen pe komisionit të tretë, krahas këtyre 2 vlerësimeve kontradiktore, i prezentohet senatit edhe senati vendos. Ky është një komision i cili veç një të kuptoni, që kanë perendu, jënë vorros ato kohë kun këtë universitet je avansu me lobim, ose je pengu mu avansu me lobim. As nuk avansohesh, as nuk pengohesh, as nuk avansohesh, as nuk pengohesh, ma në Universitetin e Prishtinës përmes të ashtu quajtur lobimeve, kontakteve jo formale. Avansimi ose mës avansimi është plotësisht transparent edhe bazuar në rregulloret në fuqi. Në rastin konkret, as nuk pe kuptoj pikën, ju mundi me votu kundër, me votu për, me abstenu, po komisionit do të krijohet me ose pa votën tuaj, ose atëre veçja komplikoni punën, profesor, na do të me bo vlerësimin meritor. Kështu që na kurse një kohën vazhdojmë tutje. Urna. E di,
E ka pas edhe Këshilli i Fakultetit nga VO-ne për pozitën 7 një propozim. Po na keni bojkotu. Pozitë e re, kjo s'është e re, rregullore nuk e parashet për Ani e ki komisionin për ankesa para shtresa thuj, propozimi i rektorit për me kriju një komision s'ka pas bazë ligjore, qonë komision, qonë gjykat, deri në gjykatën supreme me belusha që ka jenë atje se përnaj krositin rregulloret, edhe veç vazhda. Se trupa kështu se ka pas të arsyeshme që me dogja e propozim dhe mu avancu. Tash, jo, une nuk e di, nuk e propozoj. Fakulteti, ndëgjë, nuk funksionon kështu. Tash, shumë mirë. Si shduket kur peshini se s'ka kompromis me transparencën, atër po tërhiqni, po jo, se në kom mendime kontradiktore, nuk e di që kam i propozu Senatit. Senatit, fakulteti ka thonë, nuk mundët mu avansu. Trupa Këshill Dhënëse po thëtë që kë mundët mu avansu. Edhe une tash jëm, nuk e di, andaj ka mu kriju komisioni tret, e komisioni tret e vendos se a ka pos mirë fakulteti që ju ka kthy 2 here. Për këti Senatit ju 2 here keni trajtu rastin, apo e ka pos trupa Këshill Dhënëse. Edhe tash, komisioni ka me qitë në dritë të diellit këtë rast e me po që a është e vërtet pretendimi i profesorit. Une nuk e di. Profesori pretendon që mënyrë të qëllimshme antarët e komisionit jenë tu e pengu. Edhe atëherë do të dinë që në qofë se është e vërtet kjo, bile mota shusha ku morë dorën antarët e komisionit drejt në Këshillin Etikës. Apo kupton? Edhe po kjo mbetet mu po, mës të paragjykojmë, jem rregull. Mës na up kohë se kjo nuk ndryshën. Apo kupton? A i kemi emrat për komisionin fjallë? Nuk kemi marrë. Atë nuk kemi pranu emra, po do të na mi gjetë emrat qito. Edhe kemi emrat tash. Po. A rezervon kur vim të pika, mës ti, po në rregull, faleminderit shumë. A ka dikush tjetër lidhur me ranin e ditës? Atëherë, ju njoftoj që të avancimet e mbrëmshme shtohet edhe rasti i edukimit. Pika 3 shtyhet, pika 4 shtyhet, është tu komisioni për rregulloren për SEMS, është tu Këshilli Botus, edhe mbetet pika e fundit prap 11, me qenë se 2 pika po largohen, 2 po shtohen, si dhe pika 8 po insistohet që në vend shurtim me bu njoftim, randin e ditës e hudhin në votim. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Konstatoj që randi i ditës u miratua 1-0. A kem proces verbalin e mbledhjes të kaluar e di që ka pos disa kërkesa prej senatorëve gjithë këtu në Senat për me plotësu ndryshu. Vërtet na me administrati kemë punë ngusht, po bojnë më të mirën të mundshme, është proces verbali i mbledhjes të kaluar, do me thonë para 2 mbledhjev, u plotësu ndryshu, sekretara jena në rregull me çat proces verbal. E kanë pranu. A kemë në tash proces verbalin e mbledhjes 22-tit? A që kjo i që desh mu miratu mbledhjen e fundit, apo jo kjo është i mbledhjes? A kanë marrë me kohë? A ka dikush diçka lidhur me proces verbal të mbledhjes të fundit? Po, dekan. A kemë si më të rrëmë? Këmë diskutu për rëndin e ditës, kom shkupytëm pëse së organizuar e stati mbledhjes datës 23 zanën 2026, me vërejtjet ose sugjerimet tona që i kemi bëndë, të cilat a thonë një pajtu që do të inkorporohen në proces verbal. Ose me kësakë. Në realitet, kjo nuk kam do dhe që është në pakuptueshme që ky diskutimi imi nuk është përfshirë fare në... Aja keni dërgu me shkrim administratës? Po, dhe me shkrimi ka, dhe të për ndjerën, dhe të në datët 12 faktisht, unë i të ndonë me shkrim, dhe të në vejtë të një amë, e statën e datët 25 por kjo diskutimi në ndjerës që ka qenë para aprovimit të rendititës, nuk është përfshirë fare, po nuk mund është... Në këtë ekstratin, një fjali që dhe thamë,
pa drejtje, pa sugjerime që të pozicionit e tjela, unë po më shkruaj, nuk e di kush më shkruaj, ka është proces verbal. Po, nuk kjo është ajo që ne do ta dërgojmë me shkrim, këto rohet do ta protokolloj, sepse unë disa orë të dërgoj me shkrim, dhe asnjëherë nuk jam të përfshirë. A mënët administrata me na tregu, jemi të full për proces verbalin e mbledhjes janarit, që ose s'ga bëj. A e keni inkorporu vrejtjet, po a e keni inkorporu në kuptimin bazë të inqizimit se qka është full. Se nuk mund është një muj ma vën me ndryshu ekstraktin e një mbledhjet një muj për para, tanaj me shtu edhe diçka tjetër. Ekstraktit duhet ta pasqyroj mënyrë besnike thelbin për mbajtjen e diskutimit. Jo domosdoshmërisht kur flasim për belusha, ku të diun e për çka. Administrata nështë anas sharën. Që më nërë këthejmë, të dëgjojmë, të nej, a më në dikush, ju lutëm dhe kanë dëgjëni se është fort me rëndësi se, po, ekstraktet në proces të nënshkrimit nga rektorit, edhe mbledhjen e argumentit ka të vanë rektorit që mundi me drejtu zyrës arkives për me marrë. Momentin që nënshkruhet në dërgoj, të gjitha janë adresuar në ekstrakt, nuk kanë dëgju edhe njëherë ose dy ingjizimin çka është po. Faleminderit shumë. Urdhna senator. Nuk kam kur që shkaj zyre për me marrë një ekstrakt. Jo, veç me email dhe javë dërgën punëtorin ndër më të zellshmit nuk për i arkivit i drizi. Ekstrakti i korrigjuar, i aprovuar, të mund dërzuar senatorëve gjithve dhe do nga dërzuar mirë dhe të thonë... Po do të dërzojmë na, e dërzojmë, po ende nuk e kom nënshkru. Atëherë mirë me bo praktikë se verzionin i thune arkivet, verzionin e nënshkruar kur vjen, mja shpërndo krejt senatit. Po, ajo është edhe gazetarët, edhe senatorët, edhe kush dënë, ka qasin në ekstrakt. Po në ekstrakt, vetëm kur të është i miratuar edhe i protokolluar, se për ndryshe dokument pune, vjen, ka ndodhë në lëshim, në lektorim, edhe është në proces e sipër, kështu që edhe Agencioni për parandalimin e korrupsionit, që me njëherë mënyrë automatike të nestërmën e kërkëj ekstraktin e mbledhjes të fundit, durim se të kem gati krejt e qesim rrëdhëm vetë faqe, se kem as një problem. Po, urna. Kështë për para diskutimi para projektit të renditës. Në rrastin diskutimi për eksaktin i dhafes Tjanarit, mbledhjes tjanarit. Tjanarit për dhafes të 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 një, oke, po, dhe të unë e kom shku në një diri. Dhe kom shku një pritit të o dashtë formuluar në ekstrakt. A ja keni raportu me shkrim administratës? Me shkrim ja kom. Administratë, pse se keni inkorporu dilemat e senatorit? Ja kom shku pyetëm lidhë me një vendim, i cili të ndonë nuk e përmban vendimin për fundin tonë, përmbajtja e tij nuk lidhet me vendimin përfundimtar që ka marrë senati. Po është improvizim i asaj që ka menduar domosdoshmëri zyrtari, dhe mendoj që është keq përdorim i detyrës së Na do të sharojmë. I zgjash ju të merrni masa pikërisht në trafik për deformim të përmbajtjes së vendimit që ne ka shkruar. Shiko, po supozojmë se krejt që ndrën kështu si shtu në jo. Unë jëm, s'kam asun as një dilem heq. Krejt është si shtu në jo. Edhe rasti, inqizimi, ekstrakti, kjo që ka pohën e jo, bënë subjekti shurtimin gjukat. Atëhere, po ndëgjë, atëhere dëgjohet inqizimi, po paramendoni ju administrata me shenu se cëllën fjallë që ka flasim ne, këtu që nuk është proces verbal, është ekstrakt. Atëherë vërtet ekstrakti se cëllës mbledhje bëhet dishka sikur një volum i Tolstojt. Apo kupton se nuk ka nevoj. Po e tonë ekstrakte, është shqetësuese, është pa kuptim, komplet është do të thonë rektori, edhe 3-4 vjetë, rektori, pas 3-4 vjetë. Po se po mleni mu me folë mas shumë ti, se po folë një jo. Une, atë e bojmë kështu, e kërkoj edhe një here publikisht nga administrata që
për mbajtjen, thelbin e çdo diskutimin nga secili. Unë jam i barabartë ndër barabartë. Absolut, ju e keni një vot, unë e kam një vot. Ju keni drejt me diskutu, unë kam drejt me diskutu ashtu student. Kërkoj me mirësi, nuk dyshoj se ka pas ndaj qëllim, po në secilin ekstrakt mënyrë të besueshme me reflektu për mbajtjen e asaj. Mundësisht na kurseni prej asojna që nuk ka është jashtë rendit ditës, shpesher na shkalojmë rendin e ditës, edhe flasim se diçka që ka s'ka me bo, ose që nuk është përmbajtësore. Vjen ekstrakti, e keni mundësin me adresu dhe me shkrim, me thonë, unë e këmë thonë kështu, dëgjojnë qizimin, atëhere edhe duhet me inkorporu, edhe mës, kjo përbes nuk pëdijone, po në qofë se vërtet është qëtësu, se në qofë se vish pëthojnë rektore, jo dhe senatore, do të me thonë edhe senatore. Po dekan, po, urnë dekan. Unë ja dërgoj sekretarit në shkrim, diçka që nuk kuptohet, nuk kuptohet mirë, ja shkrim për nësme nga... Unë e thëmë që për shkak ngarkesës në punë që ekstraktin e 22-ës, po ashtu sikur dekane e rezervoj drejtën që mrena themi sot çka është e mërkur, deri të premten, në mes ditë, në qofë se këm diçka, se nuk më arrit me lexu këtë draft, qofë se këm diçka që besoj që veç e ka deformu për mbajtjen e asoj, që ka thëmë, javë dërgoj me shkrim, sikur senatore dhe çdo kush. A ka dhe dikush diçka për anin për ekstraktin e mbledhjes 20 shkurtit 2026. Qofë se jo, kush është për? Kush është kundër, kush abstenon, konstatoj që ekstrakti mbledhjes shkurtit me drejtën e dekanit, për dhe timën edhe ndonjërin qofë se vren deri të premten në ora 12 ditës, dërgëne me shkrim të zyra ligjore, ata do t'i ngërthejnë përmisimet eventuale. Pika 2 e rani ditës është tash, përpore kena pos ka njo, se unë mas me qifte që tu pika i kësha qinë në fillim, tash i kemi heq ma pak se 3 që kanë shprej interesin, i falenderoj edhe njësit akademike që më afiliu. Më lejonit i materialit i keni pranu, që to afilim adjunct, edhe vend në statut i shprej angleze adjunct, mu lidh me Universitet të Prishtinës, tash pa arrim një numër kritik, po mduket se edhe me këta 3, po bohen dikon 7 ose 8. Plani o kënë për ju njoftoj se si une me kriju tash zbashku me kolegë një farloj forumi, mi kontaktu edhe dekant gjithsesi, edhe ata, na kemi kërku, ju e keni marrë një email që me afishu këta dikun në fund të personeli akademik, me thonë edhe kë profesor në këtë universitet, ata i kanë webfaqet e tyre, veç mi abu një vegz, është i afiliuar me Universitetin e Prishtinës, për shembull atja i farmacistin Ljondër që është, ose më varësisht për i degës se ka hvin, dhe me kërku prej këtyre profesorve gjithanej në përbot, une i kam këtu kërkesa, besoj që në qofë se keni edhe ju dishka me shtu atër tregoni, që ju e një tash të afiliuar me Universitetin e Prishtinës. E janë lajmëronë në njësit akademike për ligjerata si më varësisht që shu lejen koha dhe mundësit. Ne si universitet ata nuk i pagujmë, nuk kanë paga ata si jenë të afilium, po do të provojmë se cilën herë me janë mbulu shpenzimet të udhimit edhe të banimet për kohën so që ndrojnë për punë ligjerata ose ndonjë punë tjetër në Universitetin e Prishtinës, dhe kërkesën kryesore në sytë e mi që e kam për ta është që ata janë shumë të involvuar në projekte kërkimore, edhe me pas parasysh që me i involvu personelin akademik të Universitetit Prishtinës në ato projekte. Që kjo është plani për këtë numër që përbohet tash mbi 5, për mduket 8, ose për afro me numrit 2 shifror, me këta të afiliuar, vazhdojmë kështu, edhe në qofë se dini keni propozime, atëre e janë. Na kemë disa raste ku po tentojnë, po kur si plotësojnë kriteret, na nuk mujmë i bo. Ata i kanë gjitha drejtat me apliku konkurset e rregullta, nuk jenë vene punës këtu. Ata e kanë vetëm një obligim, që gjdo publikim që të bojnë prej momentit të afilimit me Universitetin e Prishtinës me shënu si
që janë të afiliuar edhe me Universitetin e Prishtinës. Në këtë rast, i keni marrë, është fjala për profesorin Isa Blume prej Universitetit Stockholmit, për profesoreshën Miranda Kajtazi prej Lund University në Suedi, po ashtu, është fjala për profesorin Venet Osmani nga Queen Mary University në Londër, Mbretërinë e Bashkuar. Materialet e keni marrë, para se mi qitë këtu në Senat verifikohen se a e plotësojnë kriteret, a ka dikush diçka lidhur me këtu 3 propozime për sipas rregullorës, sikur këta më parë me afilu me Universitetin e Prishtinës. Qofse jo, atëherë kush është për? Kush është kundër, kush abstenon? Konstatoj që u miratu në zëri me gjitha votat për. Edhe tash këta, qofse në njoj fushës, mujnë me në shërby, tash me njëherë mi shtim punë si antar, profesor për rastin e FSHM-nës për rastin e këti profesorit që duhet mja kriju një komisjon. Pika 3 dhe 4 thamë që shtyhet, pika 5 është shqyrtimi dhe meratimi propozime për riemrime dhe avancimin e personelit akademik nga edukimi, nga FBV-ja, nga juridiku, fakulteti ekonomik. Më lejoni që citat nga edukime shtova une. E kemi rastin e profesoreshës se cila ka pos debat gjëre gjatë. Situata është kjo. Ligjërisht, kom pyet jurist mrena në rektorat, e mrena u pës edhe tutjet që unë jem në një situatë ku u met një farë pat pozitit që nuk e dim si me vepru. Për momentin, profesoresha nuk ka kontrat. Pa kontrat nuk mundesh me ja pagu rrogën. Procedura është hy, është votu, është unë e poshtë prej administratës, një kontratë në shkruan nga profesoresha, ku thët që deri në konkursin e radhës, po jo më vonë se sa në konkursin e fundit para korriku 2028-ës. Mas me qefe kësha në shkru qëtë kontratë, edhe kishim procedu. Po tash kjo, në shkrimi kësoj kontrate nuk ka bazë. Në shkrimi kësoj kontrate do të thët që krejt vlerësimet që ka ju mbu, krejt debatet, krejt votimet që ka ju mbu këtu, ne mu shtirë kënë se kanë qenë të paqena. Apeli im është për ju kë, që une e qesë në votim, profesoresha rizgjedhe në thirrjen e njëjtë. Ju mundi me votu, mës me votu, në veç për ju njoftoj qka do të ndodhë. Nuk i merë votat mu rizgjedhe në pozitën e njëjtë, profesoreshës unë do të me njoftu administratën, financat, me anal pagën, që ma nuk ka bazë me pagu pagën pa kontratë. Nuk është funi botës edhe që kjo situata, pa kështu që mas, une, po, në ashtë të ju njoftej edhe një, që po më duke në ta në për organet ndryshme, flasin për super ekspertiza. Rasti nuk është lanë veç se qka kanë thonë palët e ndryshme, o mbrenda universitetit, o jashtë universitetit që jenë plotësisht parëndësishme në fakt, se qka thujnë organizatat e ndryshme, ju ka bërë një të ashtu qujtër dhe quja super ekspertizë. Për fat keq, artikulli super ekspertiza rezultën që artikulli është botu në një revist jo kredibile. Kështu që nuk moj, mas me që qasja për të iksojna është që mës me pengu kërkën, po me promovu, me pos mund në tavonin e sipër, qka e lejojnë regullat, me avansu e me punsu e me që për para. Po kur se lejojnë, se lejojnë. Kështu, a ka dikush diçka me thonë, e mas mirë është mas debate shumëta, une do të hudhim votim rizgjedhjen e profesoreshës që mës me lanë pa rogë, për ndryshe nuk këm zgjidhje tjetër. Që kjo situata, po profesoresh. Rizgjedhjen është mirë. është konsumuar me të ju, ta ndaj një du të gjenë një zgjidhje tjetër.
Ju dëgjova paraprakisht për profesorin rastin e profesorit të Fakultetit të Shkencave Matematike Natyrore. Ju dëgjova me vëmendje dhe është edhe besoj edhe të tjerët që dëgjuan se në rastin kur paska mos keq kuptime ose mos përkohshmëri ndërmjet komisionit vlerësues apo fakultetit, propozimit fakultetit dhe trupës apo komisionit të shëndetës, ju tha që duhet të bëjmë një zgjidhje dhe po formojmë një komision. Edhe unë, edhe për këtë rast, me qenë se fakulteti ju ka pru dëshmit që revista nuk është predatore, por është e indeksuar në Scopus, vazhdon që jetë indeksuar në vitin 2026, janë të bindur që revista është në rregull, në anën tjetër komisioni të shëndetës mendon se revista është jo kredibile. Unë mendoj që zgjidhja më e mirë është që të formojmë edhe për profesoreshën Fatlume, njësoj sikur se rastin paraprak që përmendet për profesorin e FSHM-s, një komision do shta edhe ndërkombëtar, ajo është edhe me statut është e përfillshme, kështu që ky është propozimi im, ndoshta është më mirë sepse mos kemi dyshime, mos kemi gjëra të tilla. Pajtohem, mirë po nuk e di ana qysh është puna me afate kohore. Edhe e kam vetëm edhe një frikë, po mundot që është plotësisht e pa bazë. Që në rastin konkret, nuk e di a do të mund të na ndihmojnë komision me përbërje dhe ndërkombëtare, për shembull, me që na tani do m'ja prezantu rastin atje, edhe gjitha materialet, edhe faktikisht tu vetëm pyetja kyçe, që revista është predatora ju. Që kjo është, s'ka pyetje tjetër. Edhe a mund unë e kam frikën se këtu dolim na pak qesharak, po në qofë se ma mirë me pytë, se sa me vendos gabim ose mënyrë jo meritore. Vërtet nuk jam... Sepse ka vërtet një thatë dhe vetë që është bërë vërtet një punë shumë e madhe. O, po. Nga dy komisione, dhe tash kur ka një mos pajtueshmëri të cilat janë paraqit me shumë fakte, është mirë që ta kemi edhe një komision ndërkombëtar për këtë rast, se na në asnjë moment nuk e kemi vlerësuar punën e profesoreshës Fatlume. O, po. Kemi ndohet vetëm te revista. Prandaj që t'jemi fair, që t'jemi... A ka dikush me shtu diçka për që të propozim? Unë propozoj edhe ka qenë edhe po. i dekanit, kështu që... Po. Me kontribu, me popajtohen për një shumë gjatë, profesoreshën në jenda dhe për një marimet e saj. O, po, Ishte marrë. Edhe unë i bashkëngjite vendimin në rregull. Një komision të verifikojmë. Unë e besoj që ma s'keqe, nëse vërtetohet ajo që e ka thonë grupa shëndetëse se do të bjen edhe. Në senat, se na me... Ajo bre nuk është me qitë këtu kesh kjo. Pajtohem. Ajo, jo bre pajtohem. Dhe në kuj kam këte, unë e vërtet... O, po pajtohem, na veç të shohem, thash a kem komisionin edhe a jem në rregull me afate, veç të shohem a jem në rregull me afate, mos po na ik na jafat. Kontrata mund vazhdohet për një vit... Po jo e lojmë na dhe kontrata dhe pret me arsyetimin se tash jem të prit komisionin. Po vetëm e lanë pezull edhe të më thonë që as nuk i bazë me nënshkru kontrat për 4 vite, po as nuk i bazë me nënshkru kontrat deri në konkursin e radhës, me qenë se nuk ka kalu senat. Edhe kështu që pajtohem, a ka dhe dikush diçka mënët... Po. Faleminderit shumë, profesor, po vërtet nuk ndina keq, sepse unë jam i studente profesorit e Shreva Deman, edhe ajo që gjithmonë njësit një që kemi marrë prej atij, ka qenë gjithmonë bile e mbajmend libertin që më ka bërë, në rastin e përgjigjeve, nuk po të pyes çka thon unë, po çysh është. Prandaj për mua është shumë e rëndësishme që të konstatojmë vërtet a është predatore apo jo, sepse edhe në qofë se pavarësisht për rezultate që do të sjellë komisioni i ri, asnjë napol nuk ka nevojë mu një keq se jo njerëz gabojnë. Këtu unë nuk e kam pas dyshimin në asnjë moment për asnjë komision që janë tu tentu me paraqit diçka që nuk është. Po janë diçush konfrontim i fakteve që vërtet vendosin në konfuzitet. Tash atje pe kqyrin këtë historiatin e internetit, ishtë në farë arkiv, ku të di.
Po, edhe ato, po, sa jetojmë, mësojmë, rregull jem. A ka dikush diçka lidhur me rastin për edukimit, para se me kriju një komision, po për komision na duhet mi pas emrat. Duhet edhe tash, edhe të FSHM-ja duhet mi pas emrat. Po, senator, dekan. Po. Sakt. Nuk mund të bëjmë as nuk mund të bëjmë standard, Në rregull, unë po besoj që çet komision duhet me qenë kryesisht njerëz që kuptojnë që të farë sistemin, ekosistemin e revistave edhe që kanë aftësi teknologjike, se këto krejt është atje cila revistë cilën ja ka zaptu domenat e këtë di, ju dhe kanë të teknikut, duhet me në animu këtu, me propozu që tash njerëz. A ka dikush? I njëjti komision. A se faktikisht komisioni për FSHM do tjetë ekskluzivisht ka me bu me shkenca kompjuterike, me këtë, edhe se ata nuk kanë me vlerësu diçka as kimi, as në edukim. do të jetë komision teknik, jo profesional. O teknik gjithsesi se ai faktikisht Komision ndërkombëtar apo po në qofë se dini dikon, na mujna veç so i afilium, po mduke që ta dy profesor të afilium, Venet Osmani edhe profesoresha Miranda Kajtozi, po veç so i afilium, mujna po mduke të jenë fusha shkencav kompjuterike, ose teknika të jetë diçka mujna me marë. Po e sharojnë edhe këta profesor të Universitetit Prishtinës, besej. A i keni emrat për ose a kalojmë, po pajtome, komisioni për pikën 6 tjetë i njëjtë edhe për rastin e edukimit që kanë me bo një farë super ekspertizën 4 orë, atje ka jenë shku domenat e revistave. Qështë? Po, Komisioni njëjtë, nëse përpërja është e njëjtë e komisioni për të dy kandidatë, ndoshta për kandidatën fjalë me potencu çfarë detyre ka komisioni. Kur e sjellim vendimin e thojmë për kandidatën nga Fakulteti i Edukimit duhet të verifikohet ose tipet përgjigjen këtë pyetje. Pyetja kryesore atje, a është revista grabiqare ajo? Që kjo është? Te profesori i FSHM-s që ai ka po, edhe na edhe ju thojmë që komisioni ka drejt mi marë gjitha materialet prej njësisë akademike, trupës këshillëdhënëse dhe gjithë, njëjtën duhet me vepru, po që kjo po më pëlqen 2 në ne, edhe po dhe kanë. Tash, nëse bëjmë një komision të basë, Po? njëjtë për konkurs publik, O leja brenin e dhe kanë juristav, Njeni 17, ashtë pika 12.7 si pas njeni 149 të statut, rektori në rastet të veçanta mund të themeloj një komision ankimor ad hoc, i cili të tjetë kompetent për t'i vlerësuar të gjitha pretendimet ankimore të kandidatëve të pasukseshëm. Komisioni ankimor do të ketë një përbërje prej së paku 3 anëtarë, të cilët duhet të jenë profesorë ndërkombëtar për rregull në 400 universitetet më të mira në botë, sipas renditjes së bërë Time Higher Education Board, University Ranking, të ekspirës universitetet. a jetë më thonë që Komisionit për Edukime për FSHM tashune duhet mi gjetën 3 profesorë ndërkombëtar në top 400 universitetet, kur këtë puna kemë bazë me nene tjera, të duhet as regulorin, as një nuk mund është me ledzu shkoqitun, vetëm me nene qysht për qenë, kemë bazë senati po vendos me kriju një komision i cili na informon edhe për rastin edukimit, edhe për rastin e FSHM-s. E po mirë, qka është arsyeshmëria leximi i rregullorës në këtë rast nga ana juaj dekan? Për me formu komision, do të thonë pika 12.7, për me vlerësu ankimimin e kandidatëve, do të thonë do të shkojë 3 anëtarë. Unë kam drejt me kriju komisione ad hoc, po në këtë rast pe krijojmë me senat, për me na ndihmu, me mirë informu senatin, qysh me votu rastin edukimit, qysh me votu rastin e FSHM-s, me qenë se në të dy rastet kemi me bo me disa pyetje
natyrës teknike njërin rast, në rastin tjetër poshtu teknike dhe të fushav, edhe na informojnë, edhe ne duhet me marrë vendimin bazë të informuar. Nuk ofertash me më mënu mu prej filozofisë të dekanin prej sportit që qka ka ndodha tje me vegzën e një reviste para 10 vjete. Po, urnë senator. Vetëm e kam një shumë që nëse të dy raste Po? që janë baraz vlefshme në aspektin e vlerësimit për një komisionit të njëjtë. Mos është rasti i parë më shumë teknisht siç rezulton, dhe rasti i dytë sepse çështja është teknike, me sa po shohim, se sa kemi parë tash. Në rastin e dytë mos është në rastin më të keq komisioni thoi na kët nuk po. komisioni teknik nuk ka tagër me vlerësuar. Po jena nuk përmarrim këta IT-t në për fakultete që ju ka rrit koeficienti me nëjë vlerësimet, po kanë me qenë profesor. Mund të jeti para vlefshëm, njëti komision për dy çështje. Pa në den qose kiti propozimet, propozoj na jena konsumu të kriju komisione. Po dekan, atë ndëgjojmë, e kësha lut dekanin e Fijekut, dekanin e FSHM-s, edhe se cilin mi propozu 3 emra, edhe për pikën 6 e kem komisionin e njëjtë. Po dekan. Forat e pika, nëse s'kemi mri ende, unë një shkrej se kam njësë më thonë që është korektore, diskutojmë të pika, jo atë shanimi kur vim të pika për kacën. Unë kësa radhe fjallin e mora për rastin e edukimit. Po? Nësa kuptoha përduhet një komision që të pasë teknik me vërtetu, në hamë teknike, bazën e dhonave, a ishte që përësërish. Nëse është kështu, nëse ju duhet 1-2-3 profesorë në fakultetit tonë, unë po japë emrat me herë. Nëse ju duhet më shtu në profesor tjetër, e lona e emrës bra. Nëse do një emra... Na mujna mi bodhet... Së është fjolla një emrës për borë cenzionin, është fjolla për qatë me vërtetu, a jemi në rregull nga ama teknike. Edhe, principik, japë emra, dhe shtrujnë një emrë dhe teti fusha tjera. Dë, mund të një propozu për momentin, që jam profesorin Brenën Mreqa, profesorin Lule Ahmeti, profesorin Kadri Sulemoni, keni të emra, zgjënë 2 pikë në kreve, edhe... O, të tret, falim derit shumë. U konsumu kjo pik, atëre... E që ta kështë ka zërgusë? Unë i dhash, në kanë mos pirit. A bën mi përzërit. Blerim Regja, Kadris... E veç, a bën Lule Ahmetit se aja nuk është këtu? S'ka lidhje se është ekspertizë. Ose hëna Maljoku që peshët qik? Profesori Prezajsha Mimozme që është qëndretus, ka lëmë të Hona Maljoku. Të hënë Maljoku. Pjesë e grupës islam. Ka kush interesi. Qka është? Ajo, profesoresha hënë Maljoku është konë trupën këshildhënse. Atëre që... E ka thonë mendime. Edhe zona, po që ata na trupa këshildhënse... Ka qenë ekspert. Hamit, profesori Hamit. Unë e qenë profesori Amnirë Gjejmë në cilin të në. Profesori Enver Hamiti, Kadri Sulejmani... Profesorisha Lule Ahmeti, a kena tjerë. Mundët me qenë në për shëmënës? Po, se po që të një për shëmënës. Propozoj dekanit gjitha, se mund propozoj Jo, vetëm pak. Po propozo, urna. E po tash, ose propozo, ose le tjetër me propozu. Rektor, le tjetë profesorit Blenem dhe profesorit Kadri Predjekut, le tjetë propozoj një për shëmënës. Urna, sekretar të lutë me shënën, profesorin Blerim Regja, Kadri Sulejmani për Fijekut, urnën e propozoni. Po jo për këtë komision, nuk e jo. Falim derit shumë, edhe... Dekan, mund të se sharoma. Jo, s'ko lidhje, veç kanë me... Rektore po propozën, po rektore është të ju pyt, juve më dhonë një mu ndihim për me mujtën e me propozu. Rektor, nëse ka mos i rektor. Po që keme edhe profesoreshen Krenare Nuqi, atje edhe është për edukimit është në fusha. Për katë të ashtë për largohjes të fakultetit. Po vetëm pak, ta kemi gjosë qarume. Ne e shkallinët në FSHM-n dhe Fijekut. Unë kërkova që vendosën pikën për katëse, se po të bajme komision në cenzuskin kërën buju. Për këtë arsye të qarume dhe konin. Nuk dhash propozime për komisionin zë. Ne dham propozime për në vërtetu basën të tonave nga aspekti që nga ka dollë, ajo i së bëneja teknikisht. Shumë mirë, për rastin e edukimit, profesori Enver ndëgjë. Blerim Regja dhe Kadri Sulemoni njën nga FSHM-n-ja. Edhe... Se raskush për edukimit me që rasi është edukim. Pani dhe mirë, unë e mujmi propozut një... Për dekan, jo, se nuk e rasi, atë komision që ka rëku.
është rasti për një vlerësim teknik, që kuptova. Kështu, profesoresha Krenare Nuçi, Jo, s'po bën se do të edukimit është. po çka ka lidhje për me verifiku vegzën. Krenare Nuçi, Blerim Rexha, Enver Hamiti, Kadri Sulemani. Po, kush është për? Kush është kundër, kush abstenon, ju lutem me bëni ju një vendim, ky komision ka me na dhonë një raport, një paragraf, gjysë faqe me thonë, pyetja do të jenë vendim vetëm me kompetencë, me verifiku që revista në fjallë është predatora ju. Që detyre ka komisioni, tjerat jenë konsumu, jenë shtërru, jenë diskutu pa fundsisht. Kalujmë të FBV-ja. E kësha lutë prorektorin me na i paraqit rastet e FBV-s. Kemi profesorin Belol Beluli nga fakulteti, besoj keni marrë edhe një email nga protokolli informativ së të profesori ka 3 punime. Propozimi i Komisionit Vlerësues është që profesori Beluli me marrë thirrjen profesori rregull. Zyra e rektorit ka propozuar që nuk plotëson kushtet që kjo të ndodhë dhe rrjedhimisht ka propozuar thirrjen profesori asociuar, për shkak se një prej punimeve është short communication, edhe nuk kam ndonjë koment. Tuti, po. Po, senator. Nderuar rektor, nderuar senator, kam ndjerin këtu drejtohet sot me cilësinë e senatorit të Fakultetit të Mjedisit dhe Veterinarisë për të diskutuar një çështje rëndësishme thelbësore për integritetin dhe zbatimin e rregulloreve të universitetit tonë. Dëshiroj të filloj fjalimin tim duke të... Veç e ki kohë 3 minuta me rregulloret punës të senatit. Mirë. Dëshiroj të filloj fjalimin tim duke të mësuar vlerësimin tim maksimal profesionalizuar të menaxhimit të Universitetit të Prishtinës dhe trupit shërbëes të rektorit. Jemi të vlefshëm për ngarkesën e madhe të punës me të cilën ballafaqohen dhe besoj se çdo kusht apo pasardhësi e mëshme është sot në rast dite kemi rastin e kolegut tonë të shuar profesor Bekor Dutuli, një profesor me merita që pa diskutueshme dhe një bulem frymëzues për universitetin dhe fakultetin tonë. Komisioni recenzus i fakultetit pas një shërtimi të detajuar ka konstatuar plotësimin e të gjitha punkteve për avancimin e tij në titullin profesorit rregull. Ky vlerësim bazohet në një përvojë 18 vjeçare në mësimdhënie, autor në 5 punime si autor i parë ose korrespondent dhe gjithra kontribute tjera shkencore dhe profesionale. Megjithatë, shqetësimi që po ngrihet ka të bëjë me interpretimin e njërës prej strukturës së ndikimeve, specifikisht një short communication. Komisioni Këshillëbrënës i rektorit duket se ka konsideruar këtë si pengesë për avancimin e profesorit Beloli. Për këtu shndron thelbi i interpretimit të rregullorës. Rregulloria përcjell lidhur me motivin, avancimin dhe rrjedhimin e personelit akademik me numër protokolli 13/232, e cila ka hyrë në fuqi në datën 3/6/2025, respektivisht shtojca 7 e kësaj rregullore specifikon se 3 short communication njëhet si ekuivalent me një qëllim origjinal, vetëm nëse janë votuar pas hyrjes në fuqi të kësaj rregullore. Punimin në fjalë i kolegut tonë i publikuar në një revistë gjermane kredibile, e cila është pra në Skopos, në Q2 dhe Score Citation me kod 2.3, është votuar në prill të vitit 2025. Kjo donë është para hyrjes në fuqi të rregullorës së re.
Danzaj I bëj thirrje këtij tupi të nderuar para se të procedojmë me votim të shfaqet në monitor, të shtoj sa shtat e rregullores sëri ka që është aktuale. Le të sigurohemi që vendimi të jetë në harmoni të plotë me rregulloren që vetë e kemi miratuar. Ju ftoj që përpas këtij shqyrtimi apo pas këtij shqyrtimi të kujdesshëm të fakteve të marrin një vendim që lartëson integritetin e institucionit tonë dhe garanton zbatimin e saktë të rregullores në fuqi. Ju falenderit për vëmendje. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Na e dëgjum këtë vërtet veç një mos të kesh kuptuar për te rastet konkret fakultetin e bujqësisë. Mos arritja mu avansu nuk do më thonë me amohu të arritunat. Madje shpesh here, na e dim që kjo është realiteti, kem kolegë 3 që jenë thirrën e asistentit, gjithanej në për fakultete, jo veç fakultet mjekësisë, ku në fakt I te kalon me kompetenca shkencore profesorin e rregullt. Edhe që kjo është realiteti, kështu që mos arritja mu avancu nuk do më thonë as pak që na me jamohu dikujna të arriturat ose kontributin edhe shkencor, po edhe për universitet, edhe për fushë, edhe për krejt. Po, nuk mujna me propozu, me avansu dikën që nuk I bën tikat. Po më vjen keq se që kjo është që ajo më në I knashun me këtë punë 100% ju, larg ju, që po jem në anë që të farë sistemin që qujen e tikologjisë, për mi bu tikat, edhe e dim se qysh funksionon me gjithë respektin për profesorin, po kemë edhe raste tjera gjithanej ku ka ndodhë që këtu janë rregullat na tash do të me vepru, po në funditës, a din çka është e dhimbshme, sikur dhe te rasti e edukimit. Para se mu lëshun për mbajtje të artikullit, se shkenca është, para se me qenë formë është për mbajtje, po ne jemi ku jemi, shpesh here forma dominën për mbajtje, na do duhet të ishte në fakt plotësisht e kundërta. Universitetet me nëm në përbot, skopusa Web of Science që na njeh neve statuti I Universitetit Prishtinës, as nuk I njeh se çka janë këtu. Po e dim se ku jemi, pse jemi, edhe kështu që vazhdojmë. A ka dikush diçka tjetër lidhur me profesorin? Ju e thatë urna. Po su monitor shtojsën rektorë dhe shqyqola lezorë nga dalë dhe shohë. Nuk e kemi shtojcën, po unë ju falenderoj shumë për komentin edhe empatin që keni për profesorin. Profesori është prag pensionit, kena posa profesor tjerë që kanë qenë prag pensionit. Apo? Edhe çështja është, e kemi bërë qarë në disa mbledhje këtij senati që e kemi bërë qarë disa mbledhje këtij senati si terma se short communication, case reports, case studies, apo nuk kanë qenë përmenuna në mënyrë eksplicite në asnjë tekst të rregullores paraprake. Rregulloria paraprake ka qenë heshtër sa I përket kësaj pune. Do thotë me qefin më të madh, kisha me propozu që profesorin fjalë më avancu. Mirë po rregulloria e re përcakton qartë se do të ketë punime shkencore, edhe nuk është I barazgjefshëm një short communication, ose një case report me një punim, ose publikim shkencor. Kështu që unë e ftoj senatin që të voton për propozimin e rektorit, kështu që kjo është vërtet që a disi, sikur edhe në rastet e tjera, në qoftë se vërtet tash ka bazë edhe besëm profesorët që Senati po vendos diçka, është komisioni për ankesa parashtresa, ata e vlerësojnë edhe një herë, e kthejna prap vendimin e komisionit për ankesa parashtresa, do të me votu këto. Kështu që s'kem tjetër rezultat për momentin, kush është për, kush është kundër, 3 vota kundër, kush abstenon, 2 abstenime, po atëhere konstatoj që profesori u rizgjën në thirrjen e njëjtë edhe shpresoj që nuk ka ndonjë ndryshim, qofse beson dikush që ka ndodhur ndonjë ndryshim, atëherë le të drejtohet komisionit për ankesa parashtresa, ata na korrigjojnë edhe vjen vendimi këto. Po edhe që kjo tash I kemi na që të në ditës I kemi shfuqizu 2 vendime profesorëve për mjekësisë që po dalin penzion, edhe hajde t'i bojmë
hale kanë kontrat, e kanë ndodhë, e diskutojmë kur vjen pika, po nuk është, të lutem ma vazhdon me kandidatin tjetër prej bujqësisë. E kemi profesorin Mohamed Zogaj, fatmirësisht punimit që është dashur mu publikon para mbledhjes sotit, do të thotë e kemi pas konfirmim, e kena marrë mbledhjen dhe jam shumë i lumtur që po avancohet sepse kjo çështje avancime shpesh është edhe çështja e fatave, është çështja e mbrritjes së disa fatave kohore. Kështu që jam shumë i lumtur që më i propozu senatit që profesorin nga fjalë mu avancon në thirrjen profesor Jasat. A ka dikush me shtu diçka këtë? Qofse jo, kush është për avancimin e profesorit Zogaj në Fakultetin e Bujqësisë të Veterinës? Kush është kundër, kush abstenon, ka lënë 1 zëri. Ju kisha lutë me kalu në Fakultetin e Radhës. E kemi Fakultetin Ekonomik, e kemi 2 kandidate, Arbana Saiti Ramushi. Propozimi i Komisionit Vlerësues është që profesoresha në fjalë të merret thirrjen profesor Jasatsuar. Do të thonë avancohet. Plotësohen gjitha kushtet sipas rregullores të fuqi, kështu që njëtin propozim e ndonë dhe zyra e rektorit dhe juftoj të vatën. A ka dikush me shtu diçka? Jo. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Kaloj 1 zëri. Kalojmë te pozita tjetër. Ne kemi profesoreshën Albana Qehaja. Do thotë edhe këtu nuk kemi ndonjë pasardhësi, do thotë propozimi i Komisionit Vlerësues është që profesoresha prorektoria jonë të avancohet në profesor Jasatsuar dhe plotëson kushtet sipas rregullores, sa i përket punimeve, sa i përket konferencave, monografive. Pesa pash unë profesori avne një kapitull Springer nuk e kena parasysh këtu, po minimumin e këtij, kështu që juftoj të votoni për avancimin e saj. Me fjalë tjera, që to tabelat që jo kam paraqit senatit janë pragu i poshtë, profesoresha ka dhe një kapitull të paktën me Springer dhe disa punime tjera, kështu që nuk e reflekton me reflektu kontributin e saj përgjithshëm duhet me shku me këshyr CV-n akademike, jo këto tabelat, ta janë nis prej modestisë se kolegën, kështu që veç me thonë e pragun edhe kaq. A ka dikush diçka me shtu? Qofse jo, kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Konstatoj që edhe profesoresha ekonomikun në këtë rast prorektoria e cila nuk ka orën kretë mbledhjen për me vitu çdo lloj interpretimit tërthërt mundshëm konfliktit interesit u avancu suksesshëm. Faleminderit, kalojmë te Fakulteti i Radhës. Ne kemi Fakultetin Juridik. Po dekan. Po. Çka është çështja? Çka nuk është e qartë? E punimeve është çështja domethënë e vlerësimit, interpretimit të këtyre dispozitave rregullore, kështu që kisha propozuar me shtyr domethënë. A na ka lënë afati për me marrë vendim? Qofse është ashtu, na kemi pas edhe rastin e Fakultetit të Artëv, ku është kërkuar urna? Duket se vjen pak më sigurtora 6 muaj. Statuti i ri ka heqa botin. Për mu dje konkurset, ta shtu quajturat. Mund të zgjasin derisa ta bëjmë rastin më vjet ta zgjedhim. Në rregull është, pra 6 muaj në mësimi i mujt të senatit. Është aktual, nuk ka afat. Shumë mirë. Do thotë po nëse të bëni ka shumë mirë. Në rregull, na nuk e kemi asnjë problem me shtykët, kështu e kemi shty edhe një rast prej Artëv, për derisa ka pas një dilemë se si shpresoj se nuk do të përfundojmë krijimin e një komisioni të veçantë, po edhe nëse përfundojmë jemi në rregull. A vazhdojmë? E kemi kandidatën. I rrin gati për mbledhjen e radhës me fut në renditës nëse harrojmë ne. Vazhdojmë me kandidat tjerë, kolegu Pepa i shtyhet për mbledhjen e radhës. E kemi profesorin respektuar Besfort Recaj, i cili proces të avancimit. Fatkeqësisht një prej artikujve të profesorit nuk është botuar hala, për sa ta merr thashë është punë fati kjo. Do thotë profesori ka dërgu që e kemi propozimin e Komisionit Vlerësues. Propozimi i Komisionit Vlerësues është që profesori
të rizgjidhet në pozitën profesore asociuar, propozimi i zyrës rektorit do të thotë në mbledhjen e mbajtën paraprakisht është të merr tjetër thirrje profesori. A kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Profesori u rizgjon thirrjen e njëjtë. Vazhdojmë tutje. Kemi profesorin Petre Batiri. Do të thotë propozimi i komisionit vlerësues është profesori të rizgjedhën në thirrjen profesori asociuar, zyra e rektorit ndon tjetër mendim dhe ju ftoj të votojmë. Kush është për? Ka dalë se pas ka diskutim urna, kolegë. Se në kujtuar në dele me paraprope për ka sjellë tabelat me propozime ka qenë tërheqja e kandidatëve. Në të referu ligjet për procedurë administrative, që shpesh të referume, po dhëtë neve që në tretë të kalit që një procedurë administrative nisur si pas kërkesës, përfëndojme se pole që ka bërë kërkesën e tërheqja. Të shtjemi të pëjdeshën në të kjo pikë, edhe do të kisha me parashtuar një pyetje për ju më rektor, se vjenën e kalume kemi thënë që gjitha rastet, që janë në proces të konkursit do të cilën të senat. Në përshë që mungojnë ende rastet. Mungojnë kandidat me fakulteteve të ndryshme. Po tërë mesim për 25 mars, po ideja dhe qëllime është që ne edhim se njovën e partë marsit është u hapën thirrja për avancimet e brendshme, kemi standardizu orarin, jove e pare marsit, jove e pare të turit. Unë këm kërku mënyrë shprehimore prej që të gjitha rastet do të mi vendos para se gjitha është mënyrë meritore, e me qene mundshme, unë ma me qef i kësha kry që të gjitha rastet që jenë procedura qysh në shkurt për mës më haptash thirrja për këtë semestër e të najnëzon rastet e semestrit para prag. Ndërsosoj përket ligjit për procedurën e përgjithshme administrative, unë besoj që profesorët e fakultetit juridik është ma shumë kërë jenë vetë subjekt, ata e din të paktën ma mirë se unë këtë punë e kanë komisionin për akesa para shtresa, kështu që edhe vendimet e senatit mund të nuk janë vendime gjykatës kushtetuese ose gjykatës evropiane në Strasburg, apo kupton, janë proces, kështu që në këtë rast na e dim që kjo është realiteti, vërtet unë sinqerisht nuk pas nuk nihem kesh, po ma mirë të them kështu nihem kur profesor po avancohen, po kur si kam plëcu kriteret, s'kam qka bëj, s'kam qka propozoj tjetër. Edhe, a ka dhe dikush dishka tjetër për këtë rast, qoftë se jo, kush e për. Kush e kunder, kush abstenon, konstatoj që profesori u rizgjën në thirrjen e njëjtë, vazhdojmë tutje. Kemi profesoreshën Fortuna Sheremeti, komisioni vlerësues ka propozuar që profesoresha në fjalë të rizgjidhet në thirrjen e njëjtë, po. Asistente është. Ashesor, por sa ta po thon, po, i tash ke di se këtë na jemi koleg. Do thotë po bëj fjalë për Fortunën, propozimi i komisionit vlerësues është që të rizgjidhet në thirrjen e asistentes, zyra e rektorit ka ndonjë tjetër propozim. A ka dikush me shtu diçka, nëse jo, kush e për? Kush e kundër, kush abstenon, konstatoj që edhe kolegja Fortuna Sheremeti u rizgjën thirrjen e njëjtë. Vazhdojmë në rendimin e ligjet. Që tash që kjo ke po, në qofë se... Si s'pëvendosin me nazvjen e shosë, na mund më votu për reformën, por rastet misjell këshillat e fakulteteve. Pasje për këshillat e fakulteteve s'mund të vendos sa të këshillat e misjell për qëllim. Përbes, për që ta po thëmën e që na duhet edhe kjo do të ndodhë, që mund është pyetje shumë legjitime, faleminderit për këtë që ngrit. Mbase mund duhet që na i këshilli fakultetit, ose e shtyn dikën, ose e runë të nej nuk e sjell, andaj kur t'i vendosin na krejnë sems, edhe mo nuk ka të nej, apo kuptën, nuk ka mo mundësi edhe me desht, po është e pa mundshme, bas edhe mundohet se na i këshilli fakultetit, na i menaxhment në do njësi akademike, na vën në lajthitje. Nësë është e pa drejt, nësë kandidat të Fortunit e rizgjellën, nësë të tjerë që nuk të sjellën këshillë, nëse... A ka ndodhë, të lutem... Jo, unë po të thëmë publikisht, të lutem, që ofse nuk janë risjell, atëre mi raporto, unë të garantoj që do t'i diskutojmë këtu edhe do t'i votojmë ose
atëherë kemi mekanizmin e kontrolës. Urdhë? Shumë më mirë sonë din trupa kështë vonse. I ke pasyrën e kandidatëve. A kjo është tash po kalën a ka dikush me na njoftu po trupa këshillonse tu I procesu rastet. O koleg senator durim se koha e sharën këtë punë edhe të shohim këta po thojmë jem të punu, unë s'pi para gjykoj, po më pëlqen dyshimi që e keni. Edhe so raste I kem antarë të trupës këshillëdhënëse, edhe so raste I kem parafërsisht ose saktësisht nga konkursit para javës të parë të marsit që jenë të prit më trajtu. E që do t'i vendosim... Ja njësa po administratë I kodë saktat. So jenë 5, a I nëmrojnë gishtat e 2 durve atë, 1 dura, edhe gishtat e kamës do t'mishtin loja. A administrata din me në dhoni numër me ashu kuriozitetin senatorit për dhe rektorit. Se tash, jo, unë jem kurioz tash me di. Ju po më bëni kurioz. A jem 5, 10, 15, 20? E po mirë. Te presim 25-shin. Jo, s'kena mi priti. Në regull jem. Falem derit. Vim të pika 6 propozimi për krimin e një komisioni vlerësus për kandidat e diskutum këtë. A keni qaja pika të edukimi, apo se është, ju lutem, jo që ka e një të fushat teknike, natyra e pytjes e qështjes është e ndryshme. Kemi me bo me një referat klasik, një kandidati për avansim, të edukime kemi vetëm me një verifikim fakt, një reviste. Dekan Isak, a më nëshme në animu, apo dekan Kajtaz, të pysim këta të nëj vene jo, për një komision I cili, e shë qka për thot komisioni aktual, I cili nuk do të ketë ashpërbërje në njëjt, as nuk mund t'jen antar të komisioni që kam bu 2 herë vlerësimin në për këshill të fakultetit atje, po as antar e trupës këshill dhënëse të rektori, do t'jen 3 antar plotësisht 3, se për ndryshe ta s'mujnë me vlerësu vetë vetën. Po të kanë. Jo diskutu për çështjen e religionit të kanë profesorë ka kërkuar trema nga një nga personale që në lidhje të bashkë që ne të propozojmë rektorit si emra ne bazë rregulloreve dhe se kemi drejtën si fakultet, po edhe ne të kemi drejtën do të propozojmë kemi drejtën për të ndërtojmë apo të krijojmë komisionin. Jo, veç me... Peta kanë për shumë nësë që ka pas herën e parë edhe dytën basë rregullorës nuk dira ka shtirë, që diskutua ka shtirë dytën apo jo, sepse ka hapë këtë konkurs për shumë nëja, jo fjeku, po kur ka raste që rasti kuptohet që është për një mozjell në fushat e kompjuterikës, atëherë është konkurs I brendshëm. Edhe na kena raste që kur zgjidhemi fushave tjera fakultet unë një marrim nga mësi tjera që është edhe nga jashtë. Kren rregull. Që është këtë brenda statutit edhe është statutare dhe është brenda rregullorës. Bazuar në emailin që keni kërku, unë kam dërguar një përgjigje dhe kam grumbullu stafin e pjekut për arsye se profesori Eliot ishte profesor asistent, nësa kuptova, dhe ai ka aplikuar për profesor të asociuar. Dhe ne dim bazë të statutit dhe rregullorës që në komision mund të jenë profesor të rregullt dhe të asociuar. Nga 2 departamentet që janë inxhinieria kompjuterike dhe teknologjia e informacionit dhe komunikimit, kam nxjerrë listën e emrave dhe I kam dërguar për rektorit, në kopje është dekani I FSHM-s dhe rektori, ku kam përmend profesorin nga Ramiti që është nga departamenti I etikut, profesorin Bler Regja nga departamenti I inxhinierisë kompjuterike, unë Isak Shabani nga departamenti I inxhinierisë kompjuterike që nuk... A mundi me që s'keni drejtë? Këtë picë rastet që ti me pastër. Ta përfundoj propozimin tim para të gjithë senatorëve si propozim. Të gjitha me atestatë pa hyrë pa largu asnjë dhe depozitat si kemi ngarkuar. Unë vi nga nemi dhe profesor të rregullt, unë vi nga inxhinieria kompjuterike, por nuk kam drejtë sepse jam dekan. Profesoresha Mimoza I Broni departamentit e etikut nuk ka të drejtë sepse është antar I këshillit drejtues, por është shumë mirë apo drejtë apo s'ka, por më duket që është një organ më të lartë, domethënë e kam hequr dhe largu. Profesori Kader Sulejmani është nga departamenti I inxhinierisë kompjuterike, por kam thënë që bazë të mjedhës që ka nuk ka të drejtë të komisionit. Po pëshë, profesori Kader ka qenë në komisionin për aprak I caktuar jo nga fjeku, por nga FSHM-ja. Unë nuk kam pas informacion si dekan
që ka qenë ti profesor përmush në rregullitet të tani, por ju keni cekë që nuk duhet të jetë se ka qenë më herët në propozimin e rektorit dhe unë e kam po që ti ka qenë në atë komision me 2 FSHM-s, por nuk ka shumë si propozim nga Pjeku, e din FSHM-ja se se kanë caktu dhe unë propozojmë në listë, por nuk e ka drejt për shkak se ka shtirë këtë mundësin të jetë. Profesoresha Hona Malokit nga departamenti profesoresha Zona Limoni, tash e kuptova që Hona qenë ka pjesë nuk e kanë ditë për herë por dëgjova tani. Profesora Zona Limoni në departamentin e etikut, duke e ditë që ka të drejtë, por është antore e trupës këshillonëse, e kam larguar nga kjo listë, edhe profesoresha Lulja Ahmeti, doktore shkencës. A ka drejt profesoresha me qenë se na krep? Aktualisht e rregullt në artjak në këtë kështë shkrejse ju shiqoni pastaj. Ndërsa, bazuar në listën e mësitëme, në vjem, kam propozuar për 3 emra të profesorëve, të cilët prapë nëse kryeni komision nuk janë që të janë 3 nga Pjeku. Jo ta për duhet jenë nga UP-ja ose mund me qenë edhe për të UP, vetëm një duhet jenë nga UP-ja do mësdëshmërisht. Bazuar në listën e mësitëme, në vjem, kemi propozimin për 3 profesorëve të komisionit profesor doktor Enver Hamiti, profesor doktor Bler Mregja dhe profesoresha asociuar që largohet tani se që ka të mëkohë ose profesoresh që është e jashtme nga Pjeku. Faleminderit shumë peshon edhe listën dekan. Po pesho, e hapa po. Dekan i... Keni kërku emra, e keni një listë. O, faleminderit, na keni ngi emra, faleminderit. Dekan Akina i komet në i propozim? Po mirë, na performojmë që ose s'kem drejt ju në anki mëni e në rëzëni. Po në pëthëm që kem drejt, po në regullim. A ka dikush, e kësha lutë krejt senatin, a ka dikush, në i propozim, në i profesori, i cili profesorishe, cila mënët me në ndihmu, për me në ndihmu për këtë rast. Po, senator. Shka propozu që numrit me 3 antorë, të rejtet me 5 antorë. Ma shumë pibujna 3 këtë 5. Jo, për shumica s'kan drejt, kjo vesh në e dha pasyren e detajume se shumica s'kan drejt me qenë ato eqë, se jenë ose atje ose atje. Kështu, krejnë regull, unë e po... Dy keni në regull, profesorin Enver, profesorin Blerim, që kanë të drejt... E kësha lutë zyrën digjore juristat në fund. E kuptova, të dëgjojme edhe një propozim edhe të ne këm një pyetje për zyrën ligjore, urna. Di pse profesorisha Mimoza i Brani që është në këshill drejtues nuk ka drejt me qenë antore. Ja ka thonë që duhet a ka të drejt. A ka të drejt profesorisha Mimoza i Brani edhe a do të kishte drejt profesorisha Lulja Ahmeti e cila është tash për momentin atje në krep. Okej, atëre, e për shumë mirë, a ka drejt profesoresha antore këshillit drejtues me qenë? Po, shumë mirë. I propozoj këtij senatit që me marrë vendim për me kriju një komision, me bërë një vlerësim të mendimeve kontradiktore në mes Komisionit vlerësues dhe trupës këshillëdhënëse të rektorit, lidhur me një profesor i cili në proces të avancimit, pra me na ardhur me një raport, me një analizë shtesë në përbërje profesor Enver Hamiti, profesor Bler Mregja dhe profesoresh Mimoza i Brani, kush... Po. Unë kisha propozuar që të paktën kemi një antar ndërkombëtar, me që rasti është edhe unë nuk kam ndonjë se jam i kësaj fushë, po mund ta propozojnë profesorët ose senatorët që kanë lidhje me këtë fushë, me qëllim që të sigurohet integriteti i vlerësimit, me që kemi një rast që është kryt fut përmbajtëson. Absolut. Për ta vlerësuar. Po, kështu, po me e kisha lutën këta dekant edhe i njohen, e di se Isa Blumi nuk është i këtyne fushav, profesoresha Mironda Kajtozi, tash ja ku marru profilet edhe Venet Osmani a jenë, dhe ka një sakt në ndë një fushet këtir. Po, njëra është informatikës dhe mu këmë thëtë. Edhe Venet Osmani është Informatikë. profesor Clinical AI Machine Learning. Shumë mirë. Edhe Mimoza Kajtozi? Edhe Miranda Kajtozi. Miranda Kajtozi, më falje. Shumë mirë. Kam një problem. Nuk e di, ajo është nga informatika. Po thirrja, ne duke zgjedhur, na kemi parasysh një gjë.
jemi duke zgjedhur profesora Të asociuar. Nuk zgjedhur çështë komisionit. Po. Ai ka aplikuar, ka synuar aplikuar për të asociuar. Po. Këto thirrjet jashtë shumë vështirë kanë me orë të profesorët të asociuar. Zakonisht jashtë kemi maksimumin ton asistenta, profesor asistent. A din si, shumë mirë, pe bojmë kështu. Na nuk pe bojmë një... Po dhe, pe bojmë kështu. Unë nuk i një... Pe krijojmë që shumë Gjermanë thojnë 2 fish e manë ma mire, këtu pe bojna 5 fish, për me mojtë ta mënë. Pe bojna 5. Komisioni përbërë nga profesorën Verhamiti, profesor Blerim Regja, profesoresha Mimoza Ibrani, profesoresha Miranda Kajtozi dhe profesori Venet Osmani. Të 5-tit, edhe... Me qeni njëjtë, po veç duhet me gjetën të naj edhe 2 profesor për edukim. që ky komision. Jo, na të edukimit e votun, e dajten për edukim e kanë veç me testu një vegz. Dekani i shkret krenarja të është e fakultetit tonë. Atëre duhet me qitën, mi bo... Këtë ndërkontore, se duhet me qeni... Cilë është... Ky njëjti. Sa ajo është konflikt interesi. Veç pak se po mi përzini pikat që tash. Veç pak. Na i rikthehemi Komisionit të Edukimit që dënë edhe një herë, veç të përfundojmë që ta lidhur me FSHM-n. Faleminderit ju dëgjova. Senati me propozim të rektorit, me qenë se tu i po mendimet e ndryshme kontradiktore, lidhur me aplikimin e profesorit Eliot Bytyqi për të avansuar në profesor të asociuar, që ka mendime kontradiktore dhe vetë mrena Komisionit Vlerësues, jo vetëm mrena Komisionit Vlerësues edhe zyrës, edhe Komisionit Këshillëdhënës të rektorit, propozën një komision për me bo vlerësimin e aplikimit, të aplikacionit profesorit, sa i plotëson kriteret ajo, ky vlerësim do t'i paraqitet Senatit për votim. Komisioni i përbën nga profesorin Verhamiti, profesori Blerim Regja, profesoresha Mimoza Ibrani, profesoresha Miranda Kajtozi, profesori Venet Osmani, kush është për? Kush është kundër? Kush abstenën? Kundër, apo abstenën dekani, ne abstenim gjithë për, edhe shpresoj që është hera porta se pi angazhojmë drejnë komision këta të afiliuarit, po mirë, ata do të me ditë se ka një qmim mu afiliu me Universitetin Prestigjës të Prishtinës, në mbanë. Edhe, qështu, tash, a dëne, jo, pat ide që edhe Komisionin e Edukimit mi bo 5. Jo, me qenë i njëjti komision. Mund se shpresërisht. A va me po lanë, për cilat ajo... Po jo, ka tje s'ka lanë hiq. S'ka lanë. Pra teknikën, po, e kemi rregullu pra teknikën. Me shiqu, për teknikën dhe, me rrëndova që për e selezion. Se për e selezion, do mund të më kuj profesor të dojë. S'ko ne patëm diskutim sekretar? Apo... Cilat ishin? Krenarja zbanë. Krenarja zbanë. A dhe si, komisioni njëjt e ngarkoj me vendimin e njëjt me 2 detyra. Me bo vlerësimin për mbajtësor të aplikimit për profesor të asociuar profesorit Eliot Bytyqi dhe pika tjetër romak e detyrës që me bo verifikimin se kjo revist është predatora ju. Edhe besoj që gjithë janë të fushës edhe thirën, faleminderit shumë, kalojmë tash në pikën 7. Pika 7 vinere. Pika 7 lexon që a vazhdojmë. A vazhdojmë se jemi të progresu mirë, që se ka nevoj bojmë edhe pauzë, po ty krymë. Une, mas me qefi krej profesort, jo kur i dolin penzion, jo me dol profesor të regull, po i kësha qumë penzion nobelista. Po nuk mujmë, shpeshere s'korrespondon me realitetin. Ky senat i ka marrë 2 vendime për profesor cilët kanë kontrata. Vendimet tash që jenë sjell, na nuk mujna me bo vendim për mi vendim. Kërkesat edhe ju kësha apelu gjithë dekanëve që mës i lejoni me hy në proces të avansimit profesor cilët kanë kontrata
më shumë se 6 muaj, maksimumi 6 muaj. Pavarësisht a është të shku në penzion a jo. Këto, edhe kjo praktika e konkursën brendshme dim se ka qenë e re, është e re për universitetin, po tash këta dzyrë ZQA-ja thët që s'munësh mi bu ma vendim këtina kur kë ende ka kontrat, po veç e ka provu edhe po dil kem penzion, edhe ty tash su një bën vendime, që dekan aki diçka me shtu. Andrej, direktor, me qenë se keve të rastet të fakultetit mjekësisë, profesorin Ndron Vilirtole në Zhvedin Shala, me 15 qershor 2025, nga ZQA-ja, nga ish. Ka ndru kod në ZQA, ka ndru kod. Nga ZQA-ja, mu më drejtu, si më dhënë se të direktore dhe në Zhvedin Shala kanë qenë në riemërim dhe kanë pasur ankesa pranë komisionit për ankesat të senatit. Dhe njerëzit kanë kërkuar të përfshirë në konkurs për avancimin tash mandej dhe është kërku të thonë 15 qershor. Mandej kur janë fut në senat, me në këshillat e fakultetit mjekësisë, janë procedu me buletin. Dhe nga buletini është dashur të kthehen prapë në këshill. E nuk ju këthy në këshill, po janë vendosur në senat. Au ka qenë këshill teknik, Si do që të na kena marrë vendim, po. Është profesori Ilir Tolaj del edhe një muj në prelte, në pension, dhe sa profesori Zhvedin Shala të vitin akshën. Kështu që kjo është ajo. Po, ka kontrat, edhe profesorin e Zhvedin Shala kish kontrat që s'mujna mi bu tash kontrat për mi kontrat. Po edhe kështu që... Po na kemi pas procedimin se pse nuk janë... Sakt, ka ndodhë çka ka ndodhë në senatin nderuar ju peshini se ka ndodhë nëshimi edhe na fillojmë bu jo të mirë vetëm kur e pa mundësojmë vetë korrigjimin. E kështu që në këtë rast, senati do të mu vetë korrigju me anullu këto dy vendime me qenë se profesorët edhe ashtu nuk janë avancu, edhe kanë kontrat, s'ka nevoj për një rikonfirmim që po rizgjedhen, edhe i hudhin në votim pikën 7 për propozim për anullimin e vendimeve për kitazi me rizgjedhjen e profesor Asoci Lirtolaj dhe profesor asistent në Zhvedin Shala të miratuara në mbledhjen e 25 të senatit më të mbajtur më 28 janar 2026, pra këto dy vendime do të me anullu dhe ashtu kanë qenë rizgjedhje, i kanë kontratat, kena qenë super të kujdesshëm po pa nevoj. Kush është për? Kush është kundër, kush abstenën, ligjërisht zyrën ligjore e juristat po besoj që i rahatum të thonë që o evitu kë bi votema, që kam i thonë, bi venduesje faktikisht. Pika 8 është njoftim dhe miratimi propozime për shpalljen e konkurseve për mësimdhënës dhe asistent të angazhuar adjunkt sipas kërkesave njësive akademike për vitin 26-27. Na duhet mi bo thirrjet e brendshme, e dini rregulloria ju lejon mi riemru edhe për një vetë që i ka thjeshtësu shumë procedurat, e dini që e kemi kriju një komision për me rishiku këtë rregullore cila i shmiratu pak para se me hi statutin në fuqi, ka pasën ankesa, sidomos në rrën filologjik të Gjermanishtja, ka pas një rast jo të lavdishëm me një vlerësim që e kam bo, dine se autonomia nuk është anarki. Nuk mujnë me vendos njësit akademike mënyrë jo meritore vetëm pse ju kanë delegu kompetenca